Stenda e Shqipërisë në panairin ndërkombëtar të turizmit fitur 2026 në Madrid të Spanjës ka tërhequr interes të lartë nga vizitorët dhe operatorët turistik ka vende të ndryshme të botës, duke reflektuar rritjen e vëmendjes ndërkombëtare ndaj Shqipërisë si destinacion turistik. Në stendën shqiptare prezantohen destinacionet kryesore turistike të vendit, lera e trashëgimisë kulturore, si dhe produkte tradicionale, të cilët përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të ofertës turistike kombëtare. Ky prezantim synon të pasqyrojë diversitetin e Shqipërisë e potencialin e saj për zhvillimin e turizmit gjatë gjithë vitit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka ndarë momente nga aktivitetet në stendën e Shqipërisë, duke theksuar interesin dhe kurreshtin e vizitorëve për të njohur më nga afër destinacionet e vendit tonë. Çdo moment pulson me interes dhe kurreshtje për të zbuluar e përjetuar Shqipërinë në të gjitha dimensionet e saj, u shpreh Ministri Blendi Gonxha. Pjesëmarrja e Shqipërisë në Fitur 2026 vlerësohet si një mundësi e rëndësishme për promovimin e turizmit shqiptar në tregjet ndërkombëtare për forcimin e bashkëpunimit me operatorë turistik dhe rritjen e numrit të vizitorëve të huaj në vendin tonë.